me krimin politik të diktaturës e kam fjallën, dhe me krimin e banave të sotme, që nga mëngjezi darkë, ku janë dhe kus janë, përpiqen të përligjin farsën e Edi Ramës, përpiqen të bashtrojnë shqiptarët, se fajnë e ka opozita, përpiqen të bashtrojnë shqiptarët, se Edi Rama vori po I fitoj, duke të reguar moralin e kalbur të tyre. Pra, përballë kësaj propagande, të kontrolluar tërësisht nga qeveria dhe të paguar nga qeveria, ne paraqesim çdo ditë fakte, dokumenta që dëshmojnë, u provojnë shqiptarëve se çfarë ndodhi në 11 maj dhe në fushatën elektorale në Shqipëri. Pra, ky është qëllimi ynë